Kësaj fushate është kompania Eagle Mobile, e cila parashikon të japë edhe 20 bursa studimi për këta fëmijë. Kompania Eagle Mobile ka mbledhur më shumë se 20 biznese të mëdha të vendit në mbështetje të fëmijëve jetim. Takimi organizuar nga kjo kompani është mbështetur dhe nga organizma të biznesit dhe shoqata të fëmijëve jetim. To help and support the orphan children of Albania. Kjo iniciativë është e para e këtij lloji në Shqipëri. Ndonse një kompani e re, ne kemi vendosur të mos jemi indiferent ndaj problemeve sociale. Vim kemi vendosur të japim 20 bursa për fëmijët jetim dhe përshëndesim dhe mirëpresim mbështetjen e bizneseve të tjera. Në emër të dhomës së tregtisë dhe industrisë dhe në emër të komunitetit të biznesit, premtojmë këtu që do jemi pjesë e rëndësishme e kësaj iniciative, duke marrë përsipër përgjegjësi. Jetimët janë trashëgimi e përbashkët e shoqërisë shqiptare. Ata janë baza mbi cilët duhet të përmbështetet solidariteti. Pikërisht. Mes kësaj fryme solidariteti mbështetet takimi sotëm, i cili ka si qëllim të ofrojë horizonte të reja dhe më të gjëra lirisë, zhvillimi njerëzor dhe afatgjatë kësaj shtrese në nevojë. Mbështetja e fëmijëve jetim është përvjuar si një kontribut social i Eagle Mobile. Ky aktivitet që nuk është i pari ka gjetur mbështetje të plot nga shoqatat dhe fondacionet e jetimëve. Mjekët e